Një nga laboratorët më të mëdhenj artizanal të zbuluar ndonjëherë në Europë, mjaft për të prodhuar një gamë të madhe dhe të larmishme lëndësh narkotike, u zbulua në Novara të Italisë. Sipas mediave të huaja, në pranga ra një student 22 vjeçar. Skuadra fluturuese seksioni i narkotikëve, pas një hetimi disa mujore, arriti të identifikonte të riun me pasion kimeni, i cili brenda shtëpisë së tij në lagjen Sant'Antonio kishte ngritur një laborator klandestin për prodhimin e metamfetaminës dhe shumë drograve të tjera sintetike. Studenti kishte përdorur katin përdhes për distilim, ndërsa Papafingo për përzierjen dhe krijimin e përbërjeve kimike. Agjentët mobile, pas operacioneve të shumta të aksionave, ishin të sigurt për praninë e laboratorit, sepse kimisti hapte dritare disa herë në ditë për ta irosur dhomat, duke lëshuar në ajër erën që e buronte nga gatimi i metamfetaminës. Në atë moment, kur djali ishte vetëm në shtëpi, hetuesit hynë dhe u gjendën përballë një dhome në katin përdhes të ndriçuar nga një llampe kuqe e zbet. Mbi një tavolinë kishte një sistem kompleks distilimit përbërë nga balona gota, bireta në gotë, borosilikat për t'i bërë ballë temperaturave të larta të gatimit të drogës. Por më tepër kishte shumë prekursor kimik që nuk gjenden në tregun legal, por vetëm në rrjetin e errët ose në kanale të tjera të palishme. Zona e përzierjes dhe përgatitjes për përbërjet ishte vendosur në Papafingo të shtëpisë. Shumë doza ishin tashmë gati për shitje, ndër drogat e prodhuara në laboratorin e shtëpisë që të kujton serialin televiziv Breaking Bad ishin metamfetamina, MDMA, DMT, DOM dhe DOB. Në operacion morën pjesë edhe kabineti ndërrajonal i policisë shkencore, laboratori i kimisë ligjore Piemonte dhe Valle d'Aosta e policia shkencore lokale.